Ginseng, një burim natyral i fuqishëm për shëndetin e njeriut. Ginseng është një bimë mjekësore e njohur gjerësisht që ka qenë pjesë e mjekësisë tradicionale azjatike për mijëra vjet. Ajo është e njohur për vetitë e saj adaptogjene dhe efektet pozitive në tonusin fizik, mendor dhe imunitar. Kjo bimë ka fituar popularitet ndër vite për shkak të përfitimeve të saj të shumta për shëndetin e njeriut, duke përfshirë rritjen e energjisë, përmirësimin e kujtesës dhe ndihmën në përballimin e stresit. Çfarë është ginseng? Ginseng është një term i përbashkët për disa specie të bimëve të familjes Aralaceae, kryesisht Panax ginseng, që vjen nga Kina, Korea dhe pjesë të ndryshme të Azisë. Ekzistojnë gjithashtu varietete të tjera, si ginseng i Afrikës, Sutherlandia frutes, ose ginseng i Amerikës së Veriut, Panax quinquefolius. Por Panax ginseng është konsideruar shumë e fuqishme dhe preferuar për vetitë e saj mjekësore. Ginseng zakonisht konsumohet në formë kapsulash, tinkturash, çajesh ose shtimesh të ndryshme natyrale. Këto forma e bëjnë të lehtë për konsum dhe përdorim të përditshëm. Përfitimet e ginseng për shëndetin e njeriut. Rrit energjinë dhe lufton lodhjen. Një nga përfitimet kryesore të ginseng është aftësia e tij për të rritur energjinë dhe për të luftuar lodhjen e kronikshme. Ai ndihmon në përmirësimin e funksionit të sistemit nervor dhe ndihmon trupin të përballojë stresin fizik dhe mendor, duke sjellë më shumë vitalitet gjatë ditës. Përmirëson funksionet mendore. Ginseng është i njohur për efektet e tij pozitive për kujtesën, për qëndrimin dhe mendjen. Është përdorur shpesh nga studentët dhe profesionistët për të përmirësuar përqendrimin dhe për të rritur shkëlqimin mendor. Përforcon sistemin imunitar. Një studim i gjerë ka treguar se ginseng ndihmon në forcimin e sistemit imunitar, duke rritur rezistencën ndaj infeksioneve dhe sëmundjeve të ndryshme. Kjo është veçanërisht e dobishme gjatë periudhave të para të dimrit ose kur trupi është i ekspozuar ndaj stresit mjedisor. Ndihmon në menaxhimin e stresit dhe lodhjes emocionale. Ginseng është një adaptogjen i fuqishëm, që do të thotë se ndihmon trupin të përshtatet dhe të luftojë stresin emocional dhe mendor. Kjo e bën atë të dobishëm për ata që përjetojnë stres kronik, ankth ose depresion. Përmirëson shëndetin seksual të meshkujt. Një tjetër përfitim i veçantë i ginseng është përmirësimi i shëndetit seksual dhe performancës së meshkujve. Ai stimulon përrritjen e qarkullimit të gjakut dhe përmirësimin e funksionit erektil, duke ndihmuar në mbajtjen e momentit të dashurisë. Ndihmon në menaxhimin e diabetit. Disa studime sugjerojnë se ginseng mund të ndihmojë në menaxhimin e sheqerit në gjak duke ulur nivelet e glukozës te personat me diabet tip 2, gjë që e bën atë një suplement të dobishëm për kontrollin e këtij çrregullimi. Përdoret për shëndetin e përgjithshëm. Përveç efekteve të veçanta, ginseng është shumë i dobishëm për përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm. Për shkak të vetive të tij antioksiduese, ai ndihmon në luftën me radikalet e lira dhe ndihmon trupin të qëndrojë i shëndetshëm për një kohë të gjatë. Rreziqet dhe parandalimet. Edhe pse ginseng është i sigurt për shumicën e njerëzve, ka disa rreziqe të mundshme veçanërisht nëse merret në sasi të mëdha ose për një kohë të gjatë. Disa nga efektet anësore mund të përfshijnë nervozitet, pak gjumësi, dhimbje koke ose probleme të stomakut. Është e rëndësishme që të konsultoni me një mjek.